Pastaj vëllezër të dashur, pra Ejubin a.s. Ejubin, i cili kishte shumë pasuri, kishte shumë fëmijë, ishte i shëndosh. Allahu dhul Gjelal ja mor pasurinë e Ejubit e la fukara. O iblista, Ejubi vazhdon të bën ibadet edhe pse nuk ka pasuni. Ja din shikirin Allahu dhul Gjelal. Tha o Zot, po, ama i ka fëmijë, e fiton pasurinë me evlad, s'ka problem. Allahu dhul Gjelal ja mori evladin, e la pato. Prap vazhdon të bën ibadet. Allahu dhul Gjelal tha iblis, a e shese mallin ja mora, nuk e prishi hiç disponimin, vazhdon të bën ibadet. Ja mora evladin përsëri vazhdon. Tha o Zot, pa ajo është i shëndoshta, ka shëndet të antarëme do t'i zaventon të gjitha. Allahu dhul Gjelal ja mori edhe shëndetin. E pse? A dënim është kjo? Jo vëllai, jo vëllai, idha ahabba Allahu abden ibtalahu. Kur Allahu e don dikent, ja çon një bela, ja çon një sprov. Allahu dhul Gjelal e sprovoi Ejubin. Po çka than njerëzit? Than, njëri qetit fillon t'i thonë, si duket puna ki Ejubi nuk do jetë pejgamber. Ejubi, si duket nuk do t'jetë pejgamber. Pse? Kjo pun shejton, ja? Pse o vëlla? Ti ishte pejgamber, be vëlla, nuk e bojnë të Zoti kështu azab. Ja, gjithat mall jamur, evladin jamur, e ka smun, sa ngrihet pishtrati. Problem. Subhanallah. Ejubi a.s. u frigu nga ki gjest. Edhe pse nuk e kish ndërmend ti lutet Allahu dhul Gjelal ta shëron. Bashortja një dit i tha, o Ejub, lutja Allahu të ta letëson pak, se shumë jetu vujt nga smundja, boni rahmet gruje, ju dhim. Ju drejtu bashortës ta, mos je mërzit për hizmetit ta. Mos je mërzit ta, helbete, si ti është mërzit ta, hec, s'ka problem. I bëj sabër unë smundjes. Jo, tha Ejub, shif, jo, tha, unë kam me të boj smet sa ti është gjallë ti, ose unë sa ti jem gjallë, kam me të boj smet po më dhimesh se po vunë shumë. Tha, jo, mësë mërzit. A më në ju blutja Allahut. Tha, bashortja ime, sa vjet jam i smut? Tha, po që sa vjet? Po që 17 vjet? O Zot, jo 17 dit. Jo 17 dit, 17 vjet. Tha, po që 17 vjet e ju, tha, i smut. Tha, po sa isha i shëndoshun, a mba menti? Po ishe i shëndosh ta 70 vjet. Shqyjavë, 70 vjet i shëndosh. Për 17 vjet i smund, më vjen barë Allahit t'ja përmendi smundjen tim. Më vjen barë. Po që se bëhen 70 vjet i smund, nëse kom i imbër që shtu i smund, 70 vjet, sa kom qenë i shëndosh, atëherë ndoshta. Ama tash më vjen barë. 17 vjet i vjen barë. Subhanallah. Vazhdoj. Mirë po zunë t'i vinë fjallet, se njerëzit po thojnë, pikpyqe pejgamber luke e Ejubit. Atëherë i erdhë shumë keq, se njerëzit po shkojnë në delalet, në kufër, me dyshu në pejgamberin. Atëherë tha Rabbi, o Zotin, inni meseni e durru, wa anta arhamur rahimin. O Zotin, unë jam në një telash, mu më ka kaplu dhimbja, po ti e ke mëshirën e madhe. Nuk tha shëron, po ti e ke mëshirën e madhe, o Zot, ti e ke rahmetin e madhe. Unë jam së këldis, unë kam siklet, o Zot, amo ti e ke rahmetin e madhe. Kështu në mënyrë indirekte, i rëthmbarë dhe dhëtë, o Zot, shëron. Prandaj, Ejubi a.s. tha, Rabbi, o Zotim, inni meseni e durru, wa anta arhamur rahimin. Mun ka godit dhimbja, unë kam siklet, po ti e ke mëshirën e madhe. Allahu dhul Gjelal thot, i tham, o Ejub, orkot bi rejlik. Qati ku je? Nuk tha Allahu dhul Gjelal Ejub, mas jashtu pra, që tash ta qëmë një ndihëm të shpejt prej Amerike, me mjek specialist, me aparatat modernizum. Po, ato ka nevoj, për ne ka nevoj, se ne qatine jemi mbështet. Ama, te Ejubi a.s. kur tha, o Zot ti erhamur rahimin, Allahu dhul Gjelal tha, orkot bi rejlik. A ishte shumë i sëmund, se në lëviske, para me ndo 17 vjetë ranë, pa lëvis.
Tha me thembrën tonë dhe tha beri pak tokës. I ra Ejubi a.s. Me njëherë dol ujë. Tha pre ati ujë pi edhe laj trupin. Piju Ejubi a.s. pre ati ujë dhimbjet mrenda. Kun feje kun, nuk ri. Lau trupin u bo maj mirë se ka qenë para 17 viteve. U ngrit Ejubi dol në bafqe. Bashortja nuk ishte ati. Kur erdh grua e Ejubit a.s. pa një njeri, edhe hini mrenda. Kur hini Ejubi se? Ejubi në shtrat 17 vjet. Kur hini, o subhanallah, dhe qka u bo me burin ti? Dul përsi, mos e pabre një njeri s'mund? Që tu bre tha e kom lonë një njeri s'mund? Tha kush ishte e? Tha burim. Po kush është e burim? Tha Ejubi. Tha unë jam Ejubi. Qka? Ti Ejubi? Mundoh për zani ta njofe. Tha po bashortja ime, po. Unë tha jo me Ejubi. Po si o Ejubi, si u ngrite? Kështu tha. Mbo një urdhën Allahu dhul Gjelar në përmes me lekut, tim shojt tokës, me majet thembrës këmbës, dhe dul uj, pina, u lajta, u ngrita, kun, feje kun. O vllai dash, por, rinia jo në dash, kam qef për gjdo harfi, për gjdo germe të marim mësim. Kam qef të marim për Kuranit, gjdo germe Kuranit, gjdo hareke, ka kuptimin e vetë. A ishte Ejubi s'mund. A ishte i palëvisshëm. Pse Allahu dhul Gjelar nuk e qoj ujin vetë dalë burim, e të lahet e të pije. Pse jo? Jo tha, beri, ti pak. A më i s'mund, lëvize, qash sa të mujsh, qash sa të mujsh ti, ama se bet tjese këmba jote që dale ujin. Se unë muj me që ujin edhe ashtu, ama pak be veç në shtrat, nuk ka be vledashun hazër, jo. A i s'mund ti, duhet t'i bjen pak me thembrë të këmbës vetë, dol uji.